Përshëndetje. Këtë të mërkur, rreth 56 studentë të Akademisë Policisë u paraqitën në urgjencën e QSUT me simptoma helmimi, pasi dyshohet se konsumuan ushqim të kontaminuar në ambientet e akademisë. Komplikacionet nisën pas konsumimit të vaktit të drekës, duke vënë në rrezik jetën e të rinjve. Nuk është hera e parë që helmime masive ndodhin në institucione publike, ku viktima bëhen student, fëmijë apo qytetarë të tjerë të pafajshëm. Dhe shkaku i vërtet i këtij helmimi nuk është vetëm ushqimi kontaminuar, por vetë shteti. Janë ministra, drejtorë dhe zyrtarë të tjerë që kanë kthyer tenderat publik në mekanizëm grabitje dhe pasurimi personal. Nga viti 2019 në vijim, kontratat për shërbimin e gatimit nuk lidhen më as me afat 1 vjeçar, por 3 vjeçar, ndërkohë që kushtet bazë pothuajse nuk ndryshojnë. Dhe ajo që ndryshon është vetëm vlera e kontratave, e cila vjen gjithmonë duke u rritur e sigurisht paguhet nga taksat e shqiptarëve. Në vitin 2019, Agjencia e Berjeve të Përqendruara prokuroi shërbimin e gatimit dhe shpërndarjes së ushqimit për Akademinë e Sigurisë me rreth 47.000 euro në muaj, ose total 1.7 milion euro për 3 vite. Ndërsa në tenderin e fundit të vitit 2025 të zhvilluar nga operatori i Berjeve të Përqendruara, përveç një gare fiktive, për të njëjtin objekt u prokuruan rreth 80.000 euro në muaj, ose total 2.8 milion euro për 3 vite. Pyetja është e thjeshtë: ku shkuan milionat shtesë të shqiptarëve, kush përfitoi nga fryera me gati 70% të këtyre kontratave, apo përdoren këto tendera si skema korruptive për të mbushur xhepat e ministrave, drejtorëve dhe të tjerëve zyrtarë të Edi Ramës, ndërkohë që studentëve u jepet ushqim i cili i çon në spital? Partia Demokratike kërkon hetim të plotë dhe transparent të këtij skandali, përfshirë përgjegjësi penale dhe administrative për çdo që është pjesë e kësaj afere. Ndaj sot, ftojmë të gjithë qytetarë shqiptarë në orën 19 përpara kryeministrisë për të protestuar kundër këtij regjimi që po vjedh, po varfëron, po zhvat e po shtyp si dhe vë në rrezik jetën tonë edhe të gjithë qytetarëve shqiptarë. Faleminderit.